Ka përfunduar mbrëmjen e dieshme Festivali Mbarkombëtar i Teatrit për Fëmijë 1-1 Dritaret. Edicioni i 4 i këtij festivali u organizua edhe këtë vit në hamamin e Vrionësve tek Porta e Pashajit. Ky festival bëri bashkë artistë të vegjël nga 6 qytetet: Beraz, Dimal, Vlorë, Shkodër, Elbasan dhe Kukës, të cilët performuan çdo natë në skenë me shfaqjet e tyre. Artistë të moshës 5 deri në 15 vjeç u paraqiten në skenën e qytetit Muzej për 4 netë me radhë, duke dhuruar emocione të papërshkrueshme për spektatorët. Ka qenë trupa teatrale e fëmijëve të qytetit të Kukës ajo që çeli siparin e këtij festivali, duke performuar në natën e parë me shfaqjen Kopraci, në natën e dytë performuan fëmijët e qyteteve Dimal dhe Elbasan, në natën e tretë qytetit Berat e Vlorë dhe në natën finale kanë performuar shfaqjen e tyre Matilda, fëmijët e trupës teatrale Migjeni të Shkodrës. Në natën finale të festivalit, pas interpretimit të shfaqjes teatrale të qytetit të Shkodrës, juria e përbërë nga aktorët e mirënjohur shqiptar Ndriçim Xhepa, Luiza Xhuvani, Yll Kamujo dhe Mimoza Marianaku kanë ndarë dhe 3 çmime fituese. Çmimin e parë të Festivalit Mbarkombëtar të Teatrit për Fëmijë 1-1 Dritaret e ka fituar trupa teatrale e qytetit të Shkodrës, e cila u paraqit me shfaqjen Matilda. Çmimin e dytë e fitoi trupa teatrale e qytetit të Elbasanit dhe çmimin e tretë e fitoi trupa teatrale e fëmijëve të qytetit të Beratit me shfaqjen 8 persona plus 2. Juria e këtij festivali ndau edhe 2 çmime për aktorët më të mirë protagonistë dhe certifikata mirënjohje për aktorët e trupave teatrale Dimal, Vlorë dhe Kukës. Regjisorja e teatrit të fëmijëve e Migjeni të Shkodrës, Drane Xhaja, ka shprehur emocionet e saj të para pas fitores së çmimit të parë të festivalit, duke shprehur edhe mirënjohjen e treguar ndaj përkushtimit të fëmijëve për të interpretuar këtë pjesë teatrale jo të lehtë. Një satisfakcion i papërshkruar. Unë jam aktore e teatrit Migjeni të Shkodrës. Kam 3 vite që bëj instruktore në qendrën kulturore të fëmijëve dhe hera e parë që bëj një pjesë të mirë fillt në skenë dhe kjo u realizu me shumë sukses. U shpërbly mundi, sakrifica, puna, përkushtimi e gjithë shka tjetër. Jam shumë e lumtur, kam një ekip të mrekullueshëm, Shkodra ka fëmijë të jashtëzakonshëm që shkëlqejnë në të gjitha kompeticionet. Edhe fëmijët e trupës teatrale Migjeni Shkodër kanë falendëruar jurin për çmimin e parë, ndërkohë që rreth shfaqjes së vënë në skenë nga trupa teatrale e fëmijëve të qytetit Elbasanit, që fituan çmimin e dytë të festivalit, ka folur regjisorja e shfaqjes. Po, është një shfaqje në cilën unë e kam shkruar vetë, por bazuar në historinë dhe në jetën e vërtetë të piktorit të madh hollandez Vincent van Gogh. Ai ka qenë një artist i madh i cili nuk është vlerësuar prej kohës, por sot që flasim 130 vjet më vonë, ai është një ndër piktorët më të mëdhenj dhe nëpërmjet kësaj shfaqje unë dua të japim mesazhin që ne nuk duhet të demoralizohemi nga mendimet dhe gjykimet e njerëzve, por e rëndësishme është të dëgjojmë zërin edhe thirrjen tonë të brendshme për të ecur gjithmonë para. Faleminderit aty.